Zoti Baraj, përshëndetje dhe mirë se vini në faqja 4. Donald Trump thotë se ishte dita e çlirimit dhe pavarësisë ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të njëjtën kohë Washingtoni ka marrëveshje tregtare me disa prej 180 vendeve të cilat I vendosi nën tarifimin reciprok, siç Trump e thotë. Me çfarë po përballemi? Kemi një rend të ri ekonomik botror apo kemi Donald Trump I cili po shkel këto marrëveshje? Po, faleminderit. Është me të vërtetë më tepër se sa vetëm një ndryshim I një rregulli të ri global tregtar. Është objektivi kryesor I administratës Trump është gjeopolitika, është riorganizimi I interesave globale ekonomike, por në caku kryesor natyrisht është Kina. Mos harrojmë që Kina këto 2 vite të fundit, sidomos pas ardhjes epokës së re të inteligjencës artificiale dhe investimeve marramendse në teknologji, ka marrë primatin si një entitet jo vetëm I konkurrueshëm, por mund ta spostoj Amerikën në dekadat e ardhshme edhe nga pozicioni I fortë ekonomik si vendi më I zhvilluar dhe vendi numër 1 ekonomikisht I zhvilluar në botë. Kjo është shqetësuese për presidentin Trump personalisht edhe specifikisht për administratën e tij që është e mbushur si themi me njerëz që vijnë nga backgroundi merkantilist, që besojnë në tarifa, që besojnë në proteksionizëm, por mbi të gjitha që besojnë që Amerika, siç e tha edhe presidenti Trump, është domethënë është shfrytzuar edhe nga aleatët e saj, edhe nga armiqtë e saj, edhe potencialisht nga konkurrentët e saj të ardhmes, por frika më e madhe mbetet pikërisht elefanti më I madh në këtë dhomë që është Kina, sepse progresi ekonomik I Kinës, progresi teknologjik në veçanti ai ushtarak, edhe si themi ritheksimi I Kinës në paqësor domethënë ja mundson Kinës ta avancoj kërcënimin direkt ndaj interesave ekonomike, ushtarake, por edhe gjeopolitike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është surprizë që tregtia do të përdoret si platforma e parë e një paralufte më të madhe. Më vonë do të kemi gjasat janë që do të kemi edhe dedollarizim të disa aspekteve ekonomike globale me qëllim, domethënë do të kemi tërheqjen e dollarit me anë të kërkimit të përshlyerjes së borxheve amerikane nga Kina në dollar. Atëherë do të kemi zhvillimet në fushën e kriptovalutave, që presidenti Trump edhe administrata e tij janë shumë, domethënë me një peshë të rëndë të investuar në këtë produkt. Pra e tëra po bëhet jo vetëm për ta përforcuar ose reindustrializu Amerikën, siç po proklamohet, por e tëra bëhet për ta vazhduar edhe për ta fuqizuar më tepër dominancën dhe hegemoninë ekonomike e teknologjike amerikane për të ardhmen. Zoti Baraj, në fakt neve do të ndalemi, le themi, në ato pikat kyçe të tabelës së listës së reciprocitetit për kuptuar në fakt edhe vendosjen e tarifave të ciksuara si reciproke nga Donald Trump në secilën le themi nga Bashkimi Evropian, nga Kina, por përpara se të shkojmë aty do doja në fakt të flisim për formulën e reciprocitetit, le ta quajmë në këtë formë, se ku është bazuar në fakt edhe sekretari Thesarit apo administrata Trump për të vendosur se si apo çfarë vlere do të tarifoj njërin vend nga vendi tjetër. Në fakt, sipas një gazetarit The New Yorker dhe të The Atlantic, një postim në rrjetet sociale që në fakt është marrë dhe më pas është analizuar, por ka shtyr edhe ekspertë të tjerë për të folur. Ky I fundit duke se ka bërë një përllogaritje të formulës së reciprocitetit, duke thënë se është një përpjestim I deficitit tregtar me importet e një vendi ku është bazuar dhe Donald Trump për të vendosur specifikisht edhe tarifën e reciprocitetit, sepse duhet thënë më shumë Vietnami kishte një tarifë 90%. Ju si mendoni, cila mund të jetë kjo formulë e përzgjedhur për të përllogaritur dhe tarifat respektive? Po, formula është korrekte, matematikisht është korrekte, pra është përpjesimi I eksporteve me deficitin tregtar që krijohet nga çdo vend që eksporton me SBA. Si formulë matematikore është në rregull, por si masë e volumit edhe masë e frekuencës e tregtimeve është domethënë nuk është merr vetëm average, nuk është aktuale. Për shkak se Vietnami, për shembull, nëse e marrim historikisht vetëm 10 vjetshin e kaluar, ka pasur rënje të eksporteve drejt Amerikës, përderisa apetitin më të madh të si themi tërheqjes së eksporteve të mallarëve vietnameze kanë shkuar në Kinë.
Por gjithsesi se dikush duhet të jetë viktim në këtë proces. Në këtë proces i duket Kambodgja, Vietnami, përpost Kinës, sepse Kina përveç tarifave 20%, 25% që i ka të imponuar, i ka dhe 35% mbi këto që u deklaru dje. Pra, ideja është që proklamimi që presidenti Trump i bëri si reciprocitet, në fakt nuk është edhe reciprocitet. Është një masë bazike, dhe me thonë e thjesht, me një matematik të kalkuluar nga vetë Departamenti i Tregtisë Amerikane, ku Howard Lutnick ka luajtur një rol të rëndësishëm, që t'i thonë botës që, shiko, ne jemi ata the good guys, si që tha dhe vetë presidenti Trump. Mos harrojmë narracioni, diskursi shumë i rëndësishëm, sepse si duket presidenti Trump ka mësuar nga termi i parë kur futej me blanket tariff imposition në krejt arkitekturën globale. Këtë herë kam mësuar që gradualiteti mund të ndihmojë, sepse mos harrojmë me këtë aritmetik që kemi sot, Amerika potencialisht ka gjasa që të merë gati dhe $1.2 triliard brenda një sistemi jete financiare, brenda një viti, si rezultati i eksporteve jashtme edhe imponimit të tarifave, sepse mos të harrojmë, sepse gjithë ekonomistët po mendojnë që bota tashme do të ndalohet së tregtuari me Amerikën. Nuk është e vërtetë. Ka entitete gjithandej, ka korporata të botës që akoma duan të vazhdojnë raportin edhe duan ta intensifikojnë në fakt raportin tregtar Amerik me ta, kështu që kjo do i sjellë të mira materiale Amerikës. Tashti ka disa tjerë që mendojnë që po do rris inflacionin, do rris krizën financiare, krizën ekonomike, jo detyrimisht, për shkak se një masë tarifore e cila do të përdoret në kombinim me ato redukimet që është duke bërë ekipi Elon Musk me Doge, ka gjasa që do e rris konfidencën edhe sentimentin e brendshëm ekonomik, ku ndërmarrësia është gjithnjë, mos harrojmë se mendësia amerikane është ndërmarrësia, do të thonë ai parsensi animal spirit i shpirtit të kafshës në riskmarrje. Gjasat janë që do rritet, aty është qëllimi, edhe qëllimi është objektivi tjetër i brendshëm i administratës Trump është definancializimi i ekonomisë amerikane, pra heqja varësisë nga Wall Street edhe kalimi i varësisë në duam të kuptojmë pak më shumë. Donald Trump në fakt në deklaratën që bëri vetëm një ditë më parë tha se miqt ndonjëherë janë më të rrezikshëm se armiqt. Pikërisht nëpërmjet kësaj deklarate, më pas ai tarifoi Kinën, Bashkimin Evropian dhe gjithashtu nuk përfshihen në këtë sankcione Rusin, Bielorusin, Korenë e Veriut, por gjatë fundjavës kishte thënë se nuk ka të shtybëj Rusisë, e ka sankcionuar për gjatë luftës me Ukrainën, e ka bërë Biden ekonominë e Rusisë të sankcionuar në të gjitha aspektet dhe nga ana tjetër shohim Donald Trump i cili në fakt vë tarifa tregtare pikërisht ndaj këtyre vendeve me të cilat Washingtoni ka pasur një aleancë prej dekadash. Çfarë po ndodh? Çfarë nuk kupton diçka e tillë? Po, sepse në mendësinë e merkantilistëve amerikanë, sidomos njerëzve që rrethojnë presidentin Trump, është që Evropa që nga viti 1945 ka përfituar shumë nga Amerika. Në fakt, realiteti është krejt ndryshe. Në fakt, 30 vitet e para pas luftës së botërore, në fakt Amerika ka përfituar më shumë sepse ka pas një huadhanje shumë të madhe të dollarit në Evropë, duke përjashtu fondin Marshall Fund, që ka qenë fondi i ripërtritjes së Evropës edhe rindërtimit të Evropës pas luftës së botërore, por në anën tjetër ka qenë pikërisht dollari ai denominacion i valutor që ka ndihmuar Evropën, por edhe Amerikën të shpërndahet gjithandej. Amerika para vitit 1945 nuk ishte perandoria që është sot, për shembull. Amerika u bë perandori në krah edhe dominoi globin, tregtin, ekonominë globale, gjeopolitikën më vonë, krah hapjes edhe përhapjes edhe huadhënies që ja bëri Evropës pas luftës dytë botërore. Pra, ai sentimenti që po evropianët duhet t'i tarifojnë më shumë sepse na kanë shfrytzuar, janë parazit ose me terme ndryshme negative që janë përdorur nga disa anëtarë të kabinetit të tij, nuk qëndron edhe ashtu. Por këto 20 vitet e fundit ka pas, sidomos me rritjen e Gjermanisë, mos harrojmë se Gjermania nuk ishte vetëm thithse e potencialit të industrializimit evropian. E kemi Greqinë për shembull që vuajti shumë në vitet 2009-2010 si rezultat, si pasojë e krizës kreditore, se u rritën shumë eksportet gjermane, u koncentrua ekonomia evropiane pikërisht në Gjermani dhe Gjermania e sundoi
u kriju Gjermania faktikisht krijoi një hegemoni industriale globale duke konkuruar me Amerikën, por edhe me Kinën. Kështu që ka dy fakte. Merkantilistët e Trumpit kanë argumente kur thonë që me të vërtet miqtë tanë ishin shumë më të rreth, më agresiv në mënyrën se si na imponoshin tarifa neve. Mos harrojmë edhe një fakt tjetër, për post tarifave që është përballu ta zënë Fordi amerikan ose GM ose Chevroleti amerikan, vetëm ta marrim industrinë e automjeteve, përveç tarifave në kufi, në dogana që ja ka bërë Evropa, i ka imponu edhe TVF. Pra ka qenë e pa konkurrueshme, çdo produkt amerikan ka qenë i pa konkurrueshëm edhe shumë i vështirë të depërtojnë në tregun evropian. E përjetojmë ne si Kosovë, përjetojnë ju si Shqipëri me produktet bujqësore për shembull. Ne në Kosovë kemi subvencione shumë më të mëdha të produkteve bujqësore, por e kemi shumë të vështirë dhe të gati të papërballueshme dhe të paqasshme tregun evropian për shkak se Evropa mbahet në një filozofi që ju ka dhënë atë rezultatet që 20 vite, filozofinë e standardit të ushqimit, filtrimit të ushqimit e tjera. Pra, argumentet janë në anën e presidentit Trump kur vije punat e tarifat nga miqt për produktet amerikane, por nuk qëndron historikisht në fakt. Zoti Bajra, ne ju falenderojmë shumë për shpjegimin lidhje me këtë situatë që ndodhemi sot pas shpalljes së ditës të shtërimit nga Donald Trump të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendosjet e tarifave lëkundëse për botën. Ishte kënaqësi për mua. Faleminderit shumë që më patët.